Një studente 25 vjeçare, Melisa McKenzie, ka sulmuar në media talentin kosovar të Manchester United, Adnan Januzën. Shkak për këtë deklaratë publike të saj, publikuar edhe nga prestigjioze britanike The Sun, është bërë mënyra e pritjes dhe sjelljes së 18 vjeçarit gjatë takimit në një restorant popullor, pikërisht e restorant Nando. Ajo thotë se pati fatin të takojë me Adnan Januzën. Megjithatë, ky i fundit nuk u treguai i sjellshëm dhe kavaljer, duke e lënë vajzën të paguajë edhe parkimin. Unë kur nuk kam takuar një njeri aq dorëshënguar sa ai. Isha shumë e gëzuar që po takuasha me të. U njohëm përmes internetit dhe ram dakord për t'u takuar. Shpenzova 30 pound për t'u rregulluar dhe për të shkuar në takim. Në fakt, shpresova se ai do të vinte të më merrte me ndonjë makinë luksoze, por u teg që unë të shkoja tek ai me makinën time Fiesta. Më priti në një vend të thjeshtë, një restorant popullor, ndërsa më lart të paguaja edhe parkingun. Ka rrëfyer studentja 25 vjeçare. Mediat angleze i mëshojnë faktin se talenti i United e dërgoi Melisën për drek në një vend të thjeshtë, ku gjithçka i kushtoi vetëm 18 pound. Unë zakonisht shkoj në ato lokal për ndonjë ushqim të shpejtë, por të ngrënë me bashkëmoshatarët e mi. Nuk e prisja të përfundoja atje me një futbollist të Manchester United, veçanërisht me ato veshje speciale time për ndonjë hotel me 3 yje dhe në këmbë, ndërsa Januza ishte veshur me tuta sportive. Ironizon studentja e zgënjur nga sjellja e Januzajt. Ndërkohë, tabloidi britanik The Guardian zbulon një prapasken interesante merkatoje, që lidhet me Adnan Januzën. Pikërisht Paris Saint-Germain ka troklitur të dyert e klubit anglez me një ofertë interesante për lojtarin, por djajt e kuq e kanë refuzuar, duke preferuar ta mbajnë Januzën në Old Trafford. Mësohet se oferta e Paris Saint-Germainit ka qenë rreth 23 milion euro, jo pak për një 18 vjeçar.